Dhe në kapitulli i pastërtisë, fillohet i pari, edhe pse kështu e dim që pas dëshmive, shtylla e cila vjen, shtylla e dytë, e cila vjen është namazi. Mirë po, pse e qesin kapitullin e pastërtisë të parin? Për shkak se është kushti i namazit. Andaj nuk mundesh me u fal pa qenë i pastër. Ku këtë kapitull hin ujërat, me ditë me cilën ujë me marr abdes, me cilën jo, abdesi, gusli, enet, rregullat se ose edepi që njeriu duhet me pas ë, në pastrimin ndaj nevojave fiziologjike, menstruacionet, lehonia e kështu me radhë. Këto në formë përgjithshme hynë në kapitullin e taharës. Mirë, çka kena mësu na këtë dersën e parë? Dersën e parë kena mësu kuptimin e taharës, ku përfshihet kuptimi në aspektin shariatik, ajo cila në nevojitet neve. Pastaj në brenda këtij definicioni e kena një term i cili quhet hadith, edhe kena mësu se çka nënt kupton kjo, se do kena më përmend ato vazhdimisht. Edhe me kuptu tani që ky hadithi, largimi i hadithit, çka ka dallim largimi i hadithit me largimin e papastërtisë. Pastaj kena me kalu te llojet e ujrave, ku kemi përmend mendimet e dietarëve për ndarjen e ujrave dhe argumentet e tyre. Kuptimin e secilit lloj, pastaj edhe ndarjet e tyre se shembuj që i kanë marrë dietarët. Se çka nënt kuptojnë. Parimi, në fund parimi që na ndihmon me dallu ujin tahur, domthon uji i cili është i pastër dhe përdoret është i vlefshëm për abdes edhe gusl. Kena me mësu parimin ku me kthyna që mos më na u përzi shumë çështjet, me pas një parim të përgjithshëm që i kthejmë ujërat në çato edhe mujna me dallu se a ban me marr abdes me ta nuk pun me marr. Mirë. Atëherë, çka është kuptimi i taharës? Gjithsesi, domthon pastërti ose largimi i papastërtive. Ndërsa në terminologji kemi dy lloj kuptime. Kemi kuptimin abstrakt dhe kuptimin konkret. Shariatikisht, në shariat që neve na nevojitet. Abstrakt është taharatul qalb, domthon pastrimi i zemrës. Pastërtia e zemrës, largimi nga shirku, përmirësimi i vepra, përmirësimi moraleve, sjelljeve, e kështu me radhë. Ndërsa ajo që na vjen është kuptimi në shariatikisht, domthon konkret. Thot është irtifau al-hadath wa ma fi ma'na wa zawal al-khabath. Domthon kuptimi i taharës i përfshin këto tri çështje. Largimi i hadithit dhe atë që është në kuptimin e hadithit. Nuk është hadath, nuk është largimi i hadithit, mirë po është në kuptimin e saj. Kena më shpjegu. Dhe largimi i papastërtisë fizike. Këto tri çështje e përbëjnë definicionin e kuptimit taharës. Mirë. Hadithi. Çka është hadithi? Hadithi është gjendja që e ndalon njeriu nga ato adhurime ku kushtëzohet pastërtia. Kur themi kushtëzohet pastërtia, kemi për qëllim abdesin edhe guslin. Domethënë, kjo është abstrakte realisht. Ti nuk je i papastër. Kështu, ti je i pastër. Mirë po, është një gjendje që ty nuk po të lën me u fal, ose me bë tavaf, ose çfarë do vepre tjetër e cila kushtëzohet pastërtia, ose sipas mendimit domethënë leximi i Kuranit ose prekja e mushafit. Mirë. Atëherë, ajo gjendje quhet hadath. Që do të thotë largimi i hadithit nënkupton që ti më marr abdes edhe gusl. Domthonë abdesi edhe gusli e bën largimin e hadithit. Kush e shkakton largimin e hadithit? Ato gjëra të cilat e shkaktojnë prishjen e abdesit, ose ato gjëra të cilat e obligojnë guslin. Kjo në këtë formë vjen hadithi. Tash na vim pastaj te abdesi, gusli, mirë po i kemi parasysh domthonë ato që e prishin abdesin. Në momentin kur ajo gjë e cila e prish abdesin i bën që ty të ka bëu me hadath. Që kjo është hadithi. Është ajo gjendje e cila ty të ndalon me u fal.
ose adhurime tjera që kushtohet pastërtia. Ky është hadethi. Kështu që momenti kur themi largimi i hadethit, e kemi për qëllim me marr abdes dhe me marr gusl. Mos e harroni. Dhe atë që është në kuptimin e hadethit, çka kanë për qëllim dietarët me këto? Thot, për shembull, ripërtëria e abdesit. Tonë ne e dina që është e lehtësuar që njëri edhe pse ka abdes, mundet me ripërtëri. Edhe përmendni që është edhe prej sunetit. Don ka hyrë fakti, është me abdes, po don me marr abdes prap. Mirë. Tash na thanëm që largimi i hadethit bëhet përmes abdesit. Mirë, ky po merr abdes. Mirë, po a është duke e larguar hadethin? Jo. Ai është me abdes. Edhe mundet më u fal, mirë po don me ripërtëri. Atëherë është në kuptim të hadethit. Ose gusli xhamos. A bën guslin e xhamos për shkak se do me largu xhenobllokun? Jo, po bën për shkak se është sunet ose obligim tash. Kjo është meselë tjetër se çfarë gjykimi ka. Mirë, po për çka e bën? E bën për këtë shkak. Ose që është sunet ose obligim. Mirë, po jo me largu xhenobllokun. Mirë, po gusli është pjesë ose është formë që e largon hadethin. Mirë, po të nuk jemi xhenoblok. Kështu që i bjen është në formën, në kuptimin e hadethit. Edhe largimi pa pastërtisë fizike në kupton me largu pa pastërtinë prej rrobës, me largu prej trupit ose vendit ku falesh. Kjo është qëllimi i largimit pa pastërtisë. Domethënë, këto janë tri çështje të cilat përfshin kuptimin e taharës. Largimi i hadethit, ajo që është kuptimin e hadethit, kjo quhet tahara, quhet pastërti. Është ibadet edhe ka shpërblim të. Largimi i papastërtisë, fizike, kjo është e kuptueshme. Mirë, largimi i hadethit thamë është abstrakt, edhe kena largimin e papastërtisë fizike që është konkret, domethënë që e vrejmë me shqisa. Çka është dallimi mes këtyre dyja? Çka është dallimi mes këtyre dyja? Dallimi mes largimit të hadethit dhe papastërtisë, i kemi disa dallime, unë i kam paraqit të tri. Tek hadethi kushtohet njëti, ndërsa tek papastërtia jo. Çka do të thotë kjo? I bjen që nëse edhe nëse themi që ka khilaf të pak, për shembull nëse një dikush është gjunub, edhe është bazen ose ka ujë edhe po don me u gjuhet në bazen. Edhe del. Ne dim që do të edhe me fut në gojë ujin edhe në hunë. Mirë, po nëse ai paraprakisht të dietar nuk e ka pas njetë me hek xhenobllokun, thonë nuk bën. Nuk pranohet. Ai do të më gjua pet me njetë që me largu xhenobllokun. Nëse dikush është me xhenobllok edhe veç hin lohet, nuk e ka njetë me largu xhenobllokun, thonë nuk pranohet se kushtohet njëti në këtë rast. Kushtohet njëti për shkak se kjo është prej urdhrave. Marrja abdesit edhe guslit është urdhër që ti dush me praktiku, andaj është adhurim edhe duhet me pas njetë. Mirë, ndërsa te papastërtia thonë jo. Qysh për shembull nëse ti ke pas një rrobë pa pastër edhe veç e ke lënë jashtë. Edhe ka pastru shiu për shembull, shi i ka pastru. Nuk e ke pas njetë me pastru, mirë po është pastru. I ka largu gjurmët e papastërtisë. Çka themi për atë rrobë? Themi është e pastër. Nuk ka lidhje a ke pas njetë apo nuk e ke pas njetë. Dallimi tjetër është që hadethi do të largohet me ujë, patjetër. Ndërsa papastërtia mundet mu largu edhe pa ujë. Sipas mendimit më të saktë, se kemë pa që mëdhëbi thot ndryshe. Mirë. Çka do të thotë kjo? I bjen që ti për me marr abdes apo me marr gusl, domethënë me largu hadethin, patjetër dush me pas ujë. Mirë, tejmumi është zëvendësim. Tejmumi është zëvendësim. Nuk themi që është baza e largimit të hadethit. Që i bjen që nëse ti ki tejmum me ujë, ti nuk lejohet me marr tejmumin. Është ujë, po e ka lënë Allah si zëvendësim momentin kur ti je pa ujë. Walillahi alhamd. Mirë po, baza, esenca për largimin e hadethit është ujë. Është ujë. Ndërsa tek papastërtia, sipas mendimit më saktë, mundet mu largu edhe pa ujë. Në çfarë do forme tjetër? Kuptohet, papastërtia me papastërti nuk largohet. Me gjëra tjera, është forma tjera, domethënë që nuk ka të bëjë me papastërti. Qysh, për shembull, e largon papastërtinë për rrobës me një farforme, për shembull me një pajisje që është me avëll, ose ka mundësi ndoshta më largu papastërtia dhe gjurmët
prej rrobës, nëse e lën për shembull jashtë një rrobë dhe është largu pe diellit për shembull, ka nejt shumë diell edhe kur shkojsh ti nuk e sheh më gjurmën e papastërtisë, çka thonë dietarët, thonë është e pastër. E rëndësishme është mu largu papastërtia, gjurmët e saj. Po në edhe ti kur e lan me ujë ose forma tjera, çka bën, çka mundohesh ti me largu që ato gjurmë, me largu që ato papastërtipe që ati veni ku ka ra ajo në rrugë. Atëherë, nëse është ky qëllimi, atëherë është largu. Kështu që nuk kushtohet me kon me ujë apo forma tjetër. E rëndësishme është me arrit ajo. Mirë. Ky është një dallim tjetër. Dallimi tjetër është mos largimi i hadethit nuk arsetohet me arrejs ose pa dituri. Ndërsa për papastërtin arsetohet. Qysh? Për shembull, nëse njeriu është fal, ose je fal, ke fal namazin edhe ke harru me largu hadithin. Tash çka po vjen me largu hadithin që me mësu jo? Ke harru me marr abdes. Ose e kon me gjenoblak edhe nuk e marr gusto, ke harru. Je fal, mas namazit u ka kujtu, s'ki abdes. Çka thojna për këtë namaz, thojna as-sala batila. Namazi është i pavlefshëm. Kur të kujtohet, merr abdes edhe fol namazin. A thonë atë njëjtën për papastërti, thonë dietarët jo. Nëse njëri ka pas papastërti në rrugë, edhe u fal, ka harru, ose nuk e ka ditë, e ka fal namazin, edhe ju ka kujtu mas namazit. Themi inshallah namazi i tij është i saktë. Domthonë ky është dallimi mes largimit të adetit dhe largimit të papastërtisë. U shpresoj që është e kuptueshme. Mirë. Vazhdojmë me fjalët e autorit. Kjo do të ishte patjetër që me ditë pas se me fillu me fjalët e autorit, me ditë çka është tahara, definicioni e kështu me radhë. Mirë. Autori thot al-miyahu thalathatun. Llojet e ujrave janë 3. Don, ujrat ndahen në 3 lloje. Ujrat ndahen në 3 lloje. Ky është mendimi i mëdhëbit, po është njëkohësisht edhe mendimi i xhumhurit përveç mëdhëbit Abu Hanifës. Mëdhëbi Hanefi, don, ndërsa mëdhëbet tjera e konsiderojnë do të thonë që uji është në 3 lloje. Cilat janë këto 3 lloje? Thonë është tahur, tahir dhe najis. Tahur është i pastër në vetvete edhe pastrues. I pastër në vetvete edhe pastrues. Çfarë do të thotë pastrues? I vlefshëm për marrjen e abdesit. Themi pastrues i bën që është i vlefshëm për marrjen e abdesit. Tahir thonë e kemi ujin tjetër që është i pastër, por jo pastrues. Domthonë, si ujë na i thonë ai pastër. Nuk mujna me thonë që është i papastër. Mirë, po për eks arsye, themi që për abdes nuk bën më përdor. Edhe uji i tretë thonë është nejis i papastër. Mirë, mendimi i dytë që është e ka zgjedhur Ibn Taymija rahimahullah, o Ibn Uthaymin, o Ibn Baz, o Muhammad bin Abdul Wahhab, ose pe muasirin e përmend Sheikh Salman Ruhaili. Të tjerë thonë që jo, ne kemi vetëm 2 lloje të ujrave. Kemi tahur dhe nejis. Kemi ujin tahur, do të thonë që esenca e ujit është me qenë i pastër, po njëkohësisht nuk përdor për abdes edhe për gusull. Edhe kena ujin e papastër. Mirë. Cili është argumenti i mendimit të parë? Thonë e kena hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu anhu që sahabët e kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për ujin e për ujin e detit. Thonë o i dërguar i Allahut, ne po lëndrojmë det, edhe po morëm me veti ujë pak. Që morëm ujë për me pi. Thot ana tawadda bima al-bahr. Të morëm abdes me ujin e detit. Çfarë thot pejgamberi? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot huwa at-tahur. Ma'uhu al-hillu maytatuhu. Uji i tij është i pastër, tahur, domethënë, i pastër edhe pastrues. Se ka dallim në gjysisht, domethënë, tahur dhe tahir në arabisht. Tahur i bën që i pastër në vetë, siç e kem shkruar këtu, edhe pastrues. Tahir është veç i pastër. Mirë po, thonë përdoret për pastrim. Mirë. Thotë është uji i tij është i pastër edhe al-hillu maytatuhu, domethënë softina ose ngërësira e tij lejohet, siç e dim për shembull, nëse gjejmë peshkun që është
ka ngordh ose në ujë ose jashtë, atëherë na lejohet me hongër, mirë po nuk është tema e jon kjo. Qysh argumentohen këta me këtë hadith? Cila është mënyra e argumentimit? Thonë, përderisa pejgamberi sa sa po thot huwa tahur, edhe i pastër edhe pastrues, atëherë po lën më kuptu që pas ka edhe një ujë tjetër, që qenë ka veç i pastër, më po jo pastrues. Dhe thonë vetë pyetja e sahabëve që po pyesin për ujin e detit, po lën më kuptu që pas ka një ujë tjetër që mundet me kon i pastër, mirë po jo pastrues. Na e dina që me ujë detit pastrohen, do nuk e konsiderojnë atë pastër. Atëherë pse po e pyesin? Do po e pyesin sahabë pejgamberit sa sa që po lën më kuptu që pas ka mundësi me pas një ujë tretë, një ujë tjetër që është mes të papastër dhe si tahurit, që është i pastër mirë po jo i vlefshëm për abdes edhe kusë, për largimin e hadithit. Kjo është një për argumente. Argument tjetër thonë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha stayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan. Nëse dikush prej juve zgjohet për gjumit, le të pastron durët e tij 3 herë para se me i fut ato në enë. Fa inna ahadakum la yadri ayna batat yadu. Se nuk e din se ku ka qëndru natën dora e tij. Mirë, sa për këtë hadithit ka fjalë, ka khilaf, kështu me radhë, a ka hikme këtu, a nuk ka hikme, do të thonë urtësi, disa thonë është do të më pranu kështu që është ardh, disa i dhojnë disa mendime se cila është urtësia, mirë, po nuk është tema jonë. Aja e cila këta thonë, në mënyrë argumentimit për këtij hadithi thonë, domthon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po ndalon me fut dorën ai i cili qohet pe gjumi, po ndalon me fut dorën në ujë. Domthon, nëse ai e fut dorën në ujë, atëherë ka ndalesë këtu. Nuk lejohet. Çfarë kupton? Ai ujë nuk ban më përdor për ujë, për abdes, edhe gosë, për shkak se ka ndalesë në të tash. Ka ndodhur diçka për cilën e ka ndalu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe nuk ban më përdor për abdes edhe për gosë. Për shkak që soi ndalese. Don uji është i pastër, po themi i pastër është. Mirë po a lejohet mu përdor ju. Thonë ju, për shkak se ka ndalesën. Ka vepru diçka e cila nuk lejohet. Edhe largon prej pastrues, e largon në jo pastrues. Mirë. Ka argumente tjera, mi po mjaftohemi me këto dy. Çka thonë këta që janë për mendimi dytë? Thonë ulemat e mendimi dytë. Thonë Allah subhanahu wa ta'ala po thot وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Ne ju kemi zbrit juve ujë prej qiellit që ju të pastroni me të. Kështu që po thonë Allah subhanahu wa ta'ala po ta bën qartë që baza e ujit është që me kanë i pastër po edhe mu pastruju me to. Domthon është baza e ujit që kjo. Me kanë i pastër edhe mu pastru me to. Qoftë ai që ka zbrit për qielli, shiu apo ka bëru prej tokës, Allah po thot është baza e kësaj. Baza e ujit është me kanë i pastër edhe pastrues. Ose thot Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Nëse nuk gjeni ujë, merrni tayemmum. Thot Allah po thot ma'an. Në mënyrë pa përcaktuar. Kështu që po është e përgjithshme. As nuk po thot me uji ka ndryshuar ose nuk ka ndryshuar ose është i përdort ose nuk është i përdort e kështu me radhë. Përveç ujit, në pe kësaj rregull dal uji pa pastër, është e kuptueshme. Andaj thonë, përderisa kjo meselë lidhet me një çështje shumë të rëndësishme, çështje shumë madhore që është namazi, edhe po dojna me pruni ujë tjetër, atëherë dush me pas argument për to. Tamam tekst. Për ndryshe, nëse do ishte atër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do kishte trajtuar ose do kishte spjegu. Kështu që themi ne nuk kemi argument për to. Unë po lën me kuptu që mendimi i parë, sikur po argumentoni me logjik, po lën me kuptu prej hadithit ose po lën me kuptu prej pyetjes së tyre e kështu me radhë, po lën me kuptu domethënë që kemi këtë lloj uji. Andaj thonë ajo që është përmend në tekst është tahur përmend në tekst, Kur'an edhe në hadith. Edhe kemi nejis. Të dyja përmendet, nuk kemi ujë tjetër. Kështu që inshallah mendimi më i saktë është ky. Çka thonë? Thonë kemi parimin. Uji në esencë thonë është i pastër. Përveç në dy raste. Nëse ka ndryshuar nga papastërtia,
duke ndryshuar ngjyrën, erën edhe shijen, këto tri cilësi, ka ra pa pastërti, ka ndryshuar këto tri cilësi, njërin prej tyre, jo s'është patjetër tria të ndryshuar, njërin prej tyre e ka ndryshuar ajo pa pastërti, themi që ai uji nuk përdoret. Edhe dyta është nëse është i shtu diçka, e kemi fjalën për të pastër, se tash me pa pastërti e krytëm. I është shtu diçka që është e pastër, mirë po ka largu nga emërtimi ose cilësimi si ujë, nuk i thu ujë ti. Për shembull, ka ra shafran ose ka ra diçka dhe thu uji i shafranit, ose i thu çaj. Don e ka largu prej cilësisë të ujit. Nuk i thu ujë, ose i thu uji asaj gjëje. Domthon nuk mbetet si ujë në esencën e tina. Atëherë themi për këtë ujë që nuk përdoret për abdes, se është largu nga cilësimi i tij si ujë. Mirë. Thot autori al-awwalu tahurun wa huwa al-baqi ala khilqatihi. Po vazhdon me I përmend tash llojet. Lloji I parë thot tahur, wa huwa al-baqi ala khilqatihi. Është ai uji I cili ka qëndruar në krijimtarinë e tij, don ato cilësitë të cilën e ka kriju Allah subhanahu wa taala. Don në esencë edhe sa I përket hukmit, sa I përket gjykimit. Don tash ashtu vallënjo. Qysh me kuptu? Do me thonë, në esencë, në të kupton është ashtu që e ka kriju Allah. Qoftë nga të ftoftit, apo të nxehtit, apo shijes, është I gjelbët, apo nuk është I gjelbët, dhe këtë llojet e ujrave që I dim. Ka ujë që I bëran nxehtë, ka që I bëran ftoft, ose ujë që është I gjelbët. Pra ujë I detit e kështu me radhë. Do nëse është uji ashtu që është kriju, atëherë kemi problem me ta, është në esencën e tij, krijimtarinë e tij. Derisa kur thojmë hukmen, që është edhe sipas gjykimit, I bën që ka psu diçka, një farë ndryshimi ato, mirë po, prapë se prapë e konsiderojna tahur. Gjykimin, dispozitën e merë si tahur. Dispozitën e merë si tahur. Edhe kena me marrë, inshallah. Kena me spjegu. Kështu që, tash, thonë që kjo është uje, që kjo tahuri është uje I cili do të mu përdor, thonë, me e largu hadethin, me marrë abdes edhe, me marrë gusull. Ndërsa, edhe po ashtu me largu pa pastërtin. Kjo është mendimi I mëdhëbit. Thonë, pa tjetër kë uji I cili është I lejushëm për abdes edhe për gusull, pikërisht ai uji do të me kanë me largu pa pastërtin. Edhe morën argument, kur ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me marrë me ja dhoni kësi kofe ose që më thoni me ujë, me gjuhë atë vendin ku ka urinuar bedeujën në xhami. Kështu që thonë, ona ka largu me ujë të pastër, I cili lejohet për abdes edhe gusull. Kështu që e morrin kështu. Mirë po, ajo që ka zgjedh Sheikhul Islami atë, siç e përmenda, që pa pastërtia largohet në çfarë do forme tjetër, dhe ky është inshallah mendimi më I saktë. Në çfarë do forme që largohet ajo, e rëndësishme për neve është mu largu gjurmët e pa pastërtisë. Edhe kena rritë qëllimin. Thot autori wa minhu makruhun. Tash po thot prej këtij ujit tahur I kena tahur makruh I papëlqym. Tahur makruh I papëlqym. Don është I pastër, lejohet mu përdor për abdes për gusull mirë, por nuk është e pëlqyeshme. Kur thet makruh e papëlqyeshme po aludon që pas ka një xhilaf dikun, edhe për mu largu pe xhilafit është më e mirë me lan. Nëse gjan ujë tjetër është më e mirë me lan. Tash kur thonë e papëlqym, don po kuptohet që pas kom tahur I lejuar. Don këto e keni tahur I lejuar. Don kur kemi të papëlqym e keni edhe të kundërtën e saj. Don që është I leju. Nuk themi papëlqym, por është tamam në esencë, nuk ka problem me u përdor. Tahur I lejuar dhe tahur I papëlqyer, po thot. Kemu të gajrin bi gajri mumazijin. Don ai uji I cili ka ndryshuar me diçka që nuk tretet në ujë. Po merr si shembull, çka është që ky me kru. Wa muharramun. Po thot edhe kemi ujë tahur që është I ndalum, haram, me u përdor. La yarfa'u al-hadath wa yuzilu al-khabath. Nuk e largon hadethin, nuk lejohet mu marr për abdes, e as për gusull, as nuk e largon pa pastërtin. Wa huwa al-maghsubu wa ghayru bi'r naqa min abari thamud. Dhe ai uji është uji I cili është marrë me forcë ose uji I vjedhën, edhe I përmend edhe shembullin që nëse është prej bunarëve
Themudit, përveç bunarit ku ka pi devja e Salihut alayhi salam. Mirë, tash më morëm se cilën prej këtyne llojeve. Do e kemi 3 lloje tahuri. Përmend tahuri i lejuar, edhe përmend autori që është tahur makruh i pëlqym, i pa pëlqym, falni, edhe tahur muharram i ndalum. Çka është tahuri i lejuar? Është, do kuptone, kur pëndoja në që tahurin, po i bjen që nuk është në esencën e tij kështu, tamam, krimtari, po kanë kapsunin ndryshim. Tash po dojna me ditë çfarë gjykimi ka. I themi tahur, do është i pastër. Mirë po çfarë gjykimi ka? Kemi gjykim të lejuar, mubah, kemi paskum një gjykim tjetër sheriatik që po thoj ka i pa pëlqyer, edhe paskum një gjykim tjetër që po thoj një ndalum. Do paskum disa gjykime sheriatike për një ujë që është i pastër. Mirë. Qysh me i kuptu tash? Mirë. Tahurun ghayru makruh, do të thonë që ky tahur i lejuar thot është ai ujë i cili ka ndryshuar për shkak e qëndrimit gjatë. Do thonë nëse një ujë e ke marr, është ka qenë esencën e tij. Ka nejt shumë, ne nëse në shishe ose dikon. Tash ky qëndrimi i gjatë ka bërë që ajo më ndryshu, ose më marr një lloj ere, ose ka ndryshuar ndoshta ngjyrën pak. Çka themi për këtë ujë? Themi që është i pastër. Pa kur fare problemi përdoret për abdes edhe për gusul. Ose thonë ai ujë që ka ndryshuar me diçka të pastër, edhe është vështirë me uru prej saj. Për shembull është një prroj ose është një diçka, një lumës, edhe kanë ra gjethe, don ato shumë ose ka ra, çfarë thon si rrem ose si dru ose on ka ra ose ka alga brenda. Don është vështirë me uru prej këtyne. Tash çka themi nëse çaj uji ka ndryshuar pak prej këtyne gjërave që kanë ra ato? Themi që uji është, edhe pse ka ndryshuar, themi është i pastër, se nuk e ka largu prej papastërtisë. Ose shembull tjetër thonë, në këtë ujë hën ai uji i cili nuk është një proj edhe ka pas afër një cëftin. Edhe cëftina e dina ka erë. Tash, që ke era e cëftime ka ndiku që me marrë erën edhe ujë pak. Çka themi për këtë ujë? Për këtë ujë themi që është i pastër. Për këtë ujë themi është i pastër. Mirë po, në qëllimi është me ndryshu era. Jo shia, jo ngjyra. Mirë po era. Nëse është ndiku veç erën e ka ndryshu qaj ujë, për shkak se o konë cëftina, atëherë themi që është i pastër edhe për këto ka transmetu, ka ijma që është tahur në uju, rahimullah edhe Ibn Muflih. Kanë pru dhe më thonë ijma që ky ujë është i pastër. Mirë. Kalojmë të ujë i makruh. Çka është ai ujë i cili është i pastër, mi po i papëlqym? Thonë ai i cili ka ndryshuar me diçka që nuk tretet në ujë. Çka i bjen kjo? Për shembull ka ra thot ke qita kafurin. Një copë e kafurit. Kafuri është një si lloj pemë e cila nxirret prej saj, ka erë, nxirret një lloj parfymi, është parfymi i mirë. Edhe tash që kjo ka ra në ujë. Mirë po nuk tretet. Jo me koni i blum ajo se që tretet edhe përzihet me ujë. Mirë po ka ra si copë, për shembull si degë ose diçka. Edhe ka ndryshu era ose mundet me ndryshu ngjyra kështu më radh. Thot që ky ujë inshallah është tahur. Mirë po thojnë është i papëlqym, se ka shafit thojnë është tahir, domethënë s'bën u përdor hiç për abdes. Për këtë shkak thojnë makruh, për me dal pe xhilafit. Ose thojnë me vaj, uji me vaj nuk përzihet. Nëse ka pas në vaj të, çka themi për atë ujë? A themi që është i pastër? Themi po. Mirë po këta thojnë është makruh. Është makruh, domethënë është i papëlqym. Mirë po ata që ka zgjedhur në Kodama dhe Ibn Uthaymin thonë adem el karaha. Domethënë nuk themi që është i papëlqym, po liresh përdore. Liresh përdore. Se me thoni papëlqym duhet me pas argument se është gjykim shariatik. Çka do thotë i papëlqym, si lloj dobie, është që vepruesi nuk dënohet për veprimin e saj, e që asaj gjëje që është e papëlqyme, ndërsa shpërblehet nëse e lën. Kjo është definicioni i papëlqym kur themi. Nuk dënohesh pse vepron, mirë po shpërblehesh nëse e lën. Se po e merr e lën diçka që është e papëlqyeshme ose është khilafe, e po e merr diçka që është ma e sigurt.
Kuptohet nëse merr diçka tjetër që nuk qet në khilaf tjetër. Mirë, po që është tamam e sigurt me argument. Mirë. Pastaj thët tahurun muharram. Thët tahurun muharram. Është edhe uji i lloji i tretë tahurun muharram, do të thonë tahur uji i pastër, i cili është i ndaluar me u përdor. Cili është kë? Është uji i vjedhur ose uji i marr me forcë. Uji i vjedhur ose i marr me forcë. Do të thonë, nëse është çaj uji i vjedh ose e ka marr me forcë prej dikujt tjetër, atëherë çka thojnë? Medhebi thojnë nuk lejohet mu përdor për abdes edhe për gusl. Nëse ke marrë abdes me çato, nuk pranohet abdesi. Nuk pranohet abdesi, as nuk pranohet gusli. Duhet me gjetë ujë që është i lejuar edhe me të pranuar. Pse thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Kush vepron një vepër e cila nuk është prej nesh, ajo është e refuzuar. Andaj vjedhja edhe marrja pasurisë dikujt, atëherë është ndaluar në fenë tonë. Është haram. Kështu që atëherë, përderisa është haram, ti nuk mundesh me marrë abdes, përderisa është ibadet, me diçka haram. Kështu që nuk pranohet. Kjo është mendimi që e ka mëdheb. Mirë po, gjumhuri, inshallah është mendimi më i saktë thojnë, abdesi si abdes pranohet. Nuk mundja me thonë që s'pranohet, se kushti është plotsu, uji me koni pastër, është ai uji i cili neve e kërkojmë për abdes. Nuk ka të keqe diçka në të. Atëherë themi që është i saktë. Mirë po thotë, nëse merr abdes me to bën mëkat. Mendimi më i saktë është abdesi ose është i vlefshëm, por personi bën mëkat. Po nëse ka marr ujë, atëherë themi që edhe u falaj me to, themi që abdesi tu ka pranu, që njëkohësisht i bjen me tu pranu namazin, nuk i nevoj me përsërit, mirë po ke bo mëkat. Ke bo mëkat. Dhe kjo është inshallah mendimi më i saktë. Edhe këtë përmend domthon llojin tjetër që është bunarët ose puset e Themudit, përveç bunarët ku ka pi ujë devja e Salihut. E dim arsyeja është një hadith që përmendet ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mas i kanë mush ujë sahabët i ka urdhëruar me i derë ato. A thonë kjo është argument që nuk lejohet me marr abdes me to, domethënë përderisa i ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atëherë nuk lejohet me marr abdes me to. Mirë po, mendimi tjetër është që thonë mu lejohet, edhe kjo është për shkak të kërcënimit ose për shkak se zemrimi i Allahut ka zbrit në atë vend, atëherë prej kësaj kondi është mirë me u largu ato. Edhe mos me marr domethënë atë ujë, për shkak se ka zbrit dënimi i Allahut mbi të, edhe për shkak se kjo abdesi dhe gusli është prej ibadeteve, atëherë na nuk marrëm për diku ku ka zbrit dënimi i Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa përveç këtë pusin ose bunarin ku ka pi devja e Salihut ujë, e veçojnë. Mirë, pastaj autori po kalon te uji tjetër, tahir. Tahirun la yarfu al-hadath wa la yuzilu al-khabath. Thot ky uji i pastër, jo pastrues, as nuk e largon hadithin e as nuk e largon papastërtinë. Cili është kjo? Thot wa huwa al-mutaghayyiru bi mumazijin tahirin wa minhu yasirun musta'malun fi raf'i hadathin. Është ai uji i cili ka ndryshuar me diçka që tretet në ujë. Atje thanëm me diçka që nuk tretet. Kur thanëm tahur me kru, i pavelqim thanëm nuk tretet. Për shembull qysh vaji nuk përzihet, nuk përzihet me ujë. Ndërsa këtu po themi i ndryshuar me diçka që tretet në ujë. Uji i pak dhe lloji tjetër po thotë uji i pak që është përdorur për abdes ose gusl. Për largimin e hadethit nëse është përdorur. Mirë. Cili është shembulli që mundna me marr nëse ai ujë ka ndryshuar me diçka që tretet? Thojnë
shafrani për shembull. Nëse ka rënë ta, atëherë themi që ai uji nuk përdoret. Kështu thonë ta, nuk përdoret për praste. Ose ka ra qumsht, ka ra qumshti në ujë. Thoj nuk përdoret ai uji. Është tret me ujë, edhe nuk lejohet me u përdorë. Kjo është medhhebi edhe malikive dhe shafive. Derisa tek hanefit, një pjesë tjetër e ulemave thonë edhe duke u bazuar domethënë mendimin e dytë, që kemi veç dy lloje, thonë lejohet mu përdor. Edhe nëse ka ra për shembull shafran ose ka ra qumsht në to, përderisa nuk është largu prej të quajtit ujë, që e morën parimin, përderisa nuk u largu prej qisaj, apet i themi ujë, ka ra pak qumsht ose ka ra pak shafran, është përzi, është tret, këtë në rregull. Mirë, po përderisa apet i themi ujë, domthonë kthehet në traditë, domthonë njerëzit, çu e konsiderojnë që ato, a konsiderojnë që është qumsht ose me ujë i qumshit, a ujë e shafranit, a largojnë prej emërtimit të cilësimit si ujë. Nëse i themi ujë, atëherë themi që është i pastër edhe pastrues. Është tahur, domthonë lejohet me u përdor. Lloji tjetër është uji i pakt që është përdorur për abdes dhe gusul. Domthonë, nëse personi ose ti e ke përdor çat ujë për gusul edhe abdes. Tash ai uji i cili është ra prej gjymtyrëve tua, domthonë është për qëllim uji i cili bjen prej gjymtyrëve që ti ke marrë abdes, edhe ka ra me nejin. Njerëzit mundet më ndodh kjo. Nuk mundna me thonë që është e paparamenume, se mund është me pas ujë pak edhe tash mundet me të ardhë ideja a bën me marrë me të njëjtin ujë abdes, 2-3 vjet për shkak se s'ka ujë. A i arsytum, as i arsytum, a bën te muma, çka me bë. Kështu që këto shembuj nuk janë shembuj që nuk merren parasysh. Mirë, këta thojnë nëse është përdor çaj ujë për me largu hadithin, jo në kuptimin e hadithit. Kur thanëm atë është kuptimi i taharës edhe ai që në kuptimin e hadithit. Nëse ka marr abdes kështu mustahab, e ka ripërtri abdesin, thonë për atu se kem fjalën, e kem fjalën për ujin i cili e ka largu hadithin, s'ka pas abdesis. Që është wajib, për abdesin wajib. Thonë nëse e ka përdor çat ujë, nuk lejohet me përdor as ai vet, as tjetri. Nuk lejohet me përdor thonë ky ujë. Ndërsa rivajeti tjetër, ose mendimi tjetër, është që lidhet me mendimin e dytë, se ujë janë ndarja e ujit është në dy lloje, tahur edhe i nejis, i papastër. I pastër edhe uji i papastër. Nëse a themi që është dalë prej cilësimit edhe mërtimit ujë, ai uji i cili është përdorur për abdes për dikujt? Jo. A themi që është ka rënë i papastërti? A ka papastërti në to? Mirë, po vërtetojmë jo. Atëherë po themi që uji është i pastër. Ai uji lejohet më përdor. Ai uji lejohet më përdor. Kështu që ky është inshallah ashtu mendimi më i saktë, edhe kanë pru hadithin. Hadithi Hani radiallahu anha ku thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pastru me gruën e tij, me Maimuna, në një enë të vetëm, me një enë, janë pastru dytë. Edhe me bakallin që ka marrë ka pas në të atharul ajin, domethënë ka pas gjurmë të gjurmë të brumit. Domethënë ka pas gjurmë bukur, ka qenë, domethënë ato uji ka mujt me u përzi edhe me brumë. Domethënë edhe ka përdorur enën e njëjtë, edhe ka pas domethënë gjurmë të brumit, që ka qenë uji i përzi me diçka, edhe nuk kena ndaj fandalese. Kto ka vepruar vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përderisa nuk ka dalë ai ujë për emërtimit si ujë, nuk e ka humbë këtë cilësi edhe nuk ka ndryshuar me diçka pa pastër, atëherë themi që uji është i pastër. Ky parim po na hyn punë. Pastaj thot autori al-thalith, lloji i tretë është najisun yahrumu isti'maluhu mutlaqan illa li daruratin. Uji i tretë është i papastër, i cili ndalohet në mënyrë absolute me u përdor, përveç në rastet të domosdoshme. Për shembull, thuaj nëse mund të e ndaluar me përdor diçka të papastër. Mirë, po nëse të met në fët, Allah na ruajt edhe nuk i ujë tjetër, atëherë e pin ata ujë e përdor
Kjo është vetë si shembull, domethënë që nuk po lidhet me abdesin, po përmendet në shpjegim, edhe e pin se është e domosdoshme aq sa e largon atë rrezik. Mirë, po për abdes nuk bën më përdor. Për abdes nuk bën më përdor. Cilat janë llojet tash se i përmend, domethënë degëzimet e këtij ujit papastër, i bojnë disa dallime. Thojnë i ndryshuar prej papastërtisë, ma taghayyara bi najasatin fi ghayri mahalli tathhir. Domthonë ai uji i cili ka ndryshuar me papastërti, ka ndryshuar me papastërti në vendin, domthonë jashtë vendit të asaj që pastrohet. Pse e përmendin këto? Thonë për shembull nëse ti të e pastru në dorë një karo papastërti një pjesë dorës këtu, edhe thu po e largon. Tash ai ujë që ka rënë në dorë në çat papastërti i bën që u prek me papastërti. Ai bën që tash kur të rrjedh uji edhe në këtë pjesën tjetër dorës që ka qenë e pastër, mu të bëhet papastër, thonë jo. Uji i papastër konsiderohet momenti kur shkputet prej gjymtyrës. Në shkputet prej gjymtyrës, atëherë themi që ai uji është i papastër nëse u përzi me papastërtinë që e ke larguti. Mirë, po sa është në vendin ku pastrohet, nuk themi që uji është i papastër. Andaj edhe përmendin këto. Edhe thonë dëgzimi tjetër është aulaqaha fi ghayrihi wa huwa yasir. Edhe uji edhe është kontakti me papastërti. Wa huwa yasir. Edhe uji është i pakt. Edhe uji është i pakt. Çka ka dallim i ndryshuar pi papastërtisë edhe kontakt me papastërti. Thonë i ndryshuar me papastërti, po kuptohet. Ka ndryshuar njëra prej tri cilësive të ujit. Ose ka ndryshuar era me çet papastërti, ose ka ndryshuar shija, ose ngjyra. Edhe themi që është i papastër. Ke ai uji i pakt, a ke i shumt, nuk është më rëndësi. E shohim ndryshimin, themi që është i papastër. Dhe nuk kemi fjalë për këto. Ke pak e shumë. Ndërsa kontakti me papastërti i bën që ka ra diçka pak papastërti në çat ujë, mirë po nuk ka ndryshuar. Shohim kur fare ndryshimin. As nuk shohim që ka erë, as nuk e kur të shihojmë që ka erë, as nuk ka ngjyrë tjetër, as domethënë shije nuk ka ndryshuar këtë cilësi, atëherë çka themi për to? Ktu ka khilaf. Thatë me dhejbi thojnë, prapë se prapë është i papastër. Ka ra papastërti, ndryshoj apo nuk ndryshoj, themi që është i papastër. Ndërsa Sheikhul Islami thot jo, përkundrazi, ajo e cila merret në konsiderat është ndryshimi. Ke pak e ke shumë uji. Nëse çaj uji nuk ka ndryshuar, atëherë themi që uji është ende në bazën e tij. Në bazën domthonë baza cila ka pastërtia. Uji është i pastër. Përderisa nuk shohim ndryshim, atëherë ne bazë që saj e marrëm parasysh. Nëse nuk ka ndryshuar, atëherë themi që është i pastër. Domthonë ka pas kontakt pak, ka ra diçka pa pastërti, atëherë nuk shihemi ndryshim, themi që është i pastër. Kjo inshallah është mendimi më i saktë edhe sa e di e ka mendimin e Sheikh Abadi dhe ulema të tjerë. Domthonë që ajo që ka merret në konsiderat është uji nëse ka ndryshuar. Nëse nuk ka ndryshuar, kthehemi në bazë. Mirë po nëse vërtetohet, për shembull nëse është pyetja thoi mirë, po ai ka ra pa pastërti, edhe mundet me pas baktere si diçka që njeriu mundet me dëmtu. Vërtetohet që ai ujë mundet me qenë i dëmshëm, atëherë prej ujit tahur i lejum, kalon në tahur muharram, i ndalum. Nëse e vërtet ai dëmton, e vërtetojmë që çaj uji është i dëmshëm për njerin, mundet me shkaktu smundje ose diçka e tillë, atëherë kalon në tahur muharram. Domthonë çka vjen, në Halep e konsiderojnë as tahur. Se sheratikisht na jena të kthyer meselen me këto tri cilësi. Domthonë momenti kur s'ka ndryshuar, na themi që uji është i pastër. Kjo është aja peshorja sheratike që na po a është uji i pastër apo nuk është i pastër. Uji tahur po i ndalum për shkak dëmit që mundet me shkaktu. Pse është e qartë. Edhe autori po thotë wal jari karraqid. Domthonë te uji i pak, nëse ka pak, qoftë ai uji që rrjedh, që hec ose që rren, nuk hec, nuk livrit, thotë hen njëjtin hukum, njëjtin gjykim e ka. Nëse është i pak domthonë.
sa i përket papastërtisë. Nëse ka ndryshuar ose ka pas kontakt, thojnë është i papastër. Mirë po, mendimin tjetër, siç e cekëm, përderisa nuk ka ndryshuar, atëherë themi që është i pastër. Nuk vrehen gjurmët ose nuk ka ndryshuar cilësitë, ato tri cilësitë e ujit. Pastaj autoritet wal kathiru kullatan, edhe po tregon kur uji i shumë çka do të thonë. Kur thanë uji i pak, uji i shumë, çka është për qëllim uji i shumë, thonë kullatan, që është përmend në hadith. Kullatan tash me këtë nëse e kthejna tek kilogrami ose litra, i vjen 191 litra, 191,25. Ashtu që ka marrë që ka treguar autori, 191 litra, atë konsiderohet i shumë. Çka i bjen në to, thonë është uji i pakt. Edhe tani vijnë ato gjonat edhe argumentet kur thonë pak shumë, për shembull këtë rast nëse thonë e ka prek papastërtia, nëse është i pak, thonë është i papastër. Nëse ka pas kontakt, ndryshoj e s'ndryshoj. E që ke pak, çka pi bjen 191 litra, sipas madhhebit. Edhe kjo është domosdoshmë sa përket llojet të ujrave, edhe këtu mbaron edhe fjala e autorit, që ka të bëjë domosdoshmë me dersin e sotëm tonë. I mora dy mesele këtu, shkurta. Është gjykimi mbi dyshimin në pastërtinë e ujit, rrobës edhe vendit falës. Baza, thanëm, është pastërtia. Nëse ti dyshon se është uji i pastër apo nuk është uji i pastër, atëherë bindja nuk largohet me dyshim, e kthen në esencë. E kthen në esencë, edhe esenca e ujit është pastërtia, dhe ajo e cila po dyshohet nuk mundet me largu bindjen. Nuk mundet me largu bindjen. Kjo është mendimi i xhumhurit se Shafit i kanë disa detaje që nëse është rrobë, thonë është obligim me spërkat me ujë. Tek uji edhe këta thonë, domethënë tek uji baza është e pastër edhe veç kthehesh këtu edhe nuk ke nevojë me mendu më shumë. Këtu është uji i pastër edhe jemi në rregull. Ndërsa për rrobën thonë duhet me spërkat, me gjuh ujë. Edhe gjykimi i tjetër ose meselja tjetër është meselja e ujit zemzem. A lejohet më përdor për largimin e hadethit, domethënë për abdes ose për gosë, dhe a lejohet më përdor për papastërti. Këtu e kam shkruar mendimin më saktë, i cili është inshallah, është që lejohet, mirë po në largimin e papastërtisë është paparësore mos më përdor nëse ki ujë tjetër. Shenjë respekti për to, që uji është uji i bereqetshëm. Ka mendime tjera, për shembull kjo medhheb Hanbeli dhe medhhebi Hanefi thonë që uji zemzem në abdes edhe në gusl s'ka të keqe mu përdor. Mirë po thonë në largimin e pastërtisë thonë është e papëlqyeme. Është e papëlqyeme me kruh me përdor. Mendimi tjetër është që është e papëlqyeme veç në gusl. Vetëm në gusl, ndërsa për abdes nuk ka të keqe. Mendimi i tretë, thanëm që uji i zemzem nuk ka të keqe edhe mu përdor edhe për largimin kështu për papastërtisë, as për largimin e hadethit qoftë për abdes ose për gusl. Kjo është mendimi që është edhe malikive dhe shafive, edhe ka zgjedhë është mendimi që ka zgjedhë Sheikh Abdul Aziz bin Baz. Dhe kjo është mendimi inshallah më i saktë. Mirë po thanë, si shen respekti është mirë me u largu nëse ki ujë tjetër, për largimin e papastërtisë mos me përdor. Derisa për abdes dhe gusl inshallah nuk ka të keqe. Atëherë këtu përfundojmë këtë ders. Allah shpërblet për sabrin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.